Tetova kanë dalë gratë e moshuara që kur për Tetovën kanë folë se janë vetëm ato të cilat din që shkojnë vetëm në xhami. Ta ngulin një etiketë ashtu që se ke. Kori Teuta nuk është kori Florës, as i Anitës, as i Sanijes. Është një grup që përfaqëson vlerat të qytetit, kori grupit, gratë. Kjo vlerë duhet ke se cila kokë e cila ka një pushtet apo ka një buxhet ta shef në mënyrë shumë të drejtë, pa ngjyra. Se Kori Teuta dhe shoqëria Xheladin Zeqiri paraqesin vlera kombëtare. Aq më shumë kur përfaqësohet nga një qytet si Tetova, se Tetovën e kanë ditë vend fanatik. Dhe ndoshta ka bë buj kjo që ishim tash në Tiranë, nga Tetova. Kanë dalë gratë e moshuara që kur për Tetovën kanë folë se janë vetëm ato të cilat din që shkojnë vetëm në xhami. Ne dim edhe në xhami që shkojmë. Se cila ka pjesën e vetë. Besimi është në shpirt, por jeta vazhdon. Ne paraqesim kulturë dhe dinjitet të qytetit dhe se cili institucion, cila do parti të vjen në komunë, duhet me shumë seriozitet në mbështetën. Pa hezitim, se ne paraqesim vlerat e qytetit. Nuk duhet ne të mendojmë, e di sa fustana kemi bëj privatisht. Kjo është gjuna. Dhe ajo që e ka marrë e blen veti, ka kushtu 100 euro të themi, nuk e përfaqëson vetë-veten aty. Është grupi. Grupi përfaqëson qytetin. Dhe ne harxojmë ato që ndoshta edhe si kemi në xhep. Kjo nuk është në rregull. Ne nuk duhet, shumë bukur e tha Sania, ne nuk duhet fare ta lodhim kokën se me çka do shkojmë. Kjo është absurditet. Të mendon grupi i Teutës, e cila është në kuadër tash të Xheladin Zeqirit, se me çka do shkon dikundi. Neve duhet të na ofrojnë, jo të shkojmë t'i lusim neve. Dhe falë Zotit deri tash kanë ndodhur gjëra të mira, por edhe kanë ndodhur edhe ato që neve nuk na pëlqejnë, pa emna pa kështu, por publikisht va them se kushdo që të jetë aty. Ato do shkojnë, do vinë, ne qëndrojmë vertikal aty që 20 vite. Ne nuk ndryshojmë, ne po atë emën e kemi, po atë vlera i paraqesim, me më shumë gra apo me mba pak, pak rëndësi ka kjo. Dhe kjo duhet respektohet. Uroj që kjo do shkojë në veshin e duhur.